Ky Netanyahu, që shumë ky Izraelit, tu zotu edhe tu mor kërkes për i këtëne qenë si rabina, me punu për me shpejtu ardhin e Dejxhalit. Tash janë veç pretendimet tëne që mundet mu përshpejtu, apo? Ti mas pari do të me ditë me njoft historinë e këtij veni atë. Është që kryeministri tanishëm i atij shteti, edhe Ben Gurioni për shembull që kanë themeluesi i parë i shtetit, këta janë nacionalista hebrej. Edhe Ben Gurioni u kanë ateist. Nuk kanë fetar hiç s'ka besuar në Zot. Po që kanë nacionalista. Edhe për çto tanishmën që e përmendë, edhe kë është ateist. Nuk është fetar hiç. Po veç e përdor fenë e tij për nacionalizmin e tij, edhe për pushtet. Këta thot ideja sioniste është ideologji nacionaliste, ma shumë se sa fetare. Thot grupet e devijume qoftë te muslimat, qoftë te jo muslimat, gjithë e presin Dejxhalin. Mirë po e presin në emrat të ndryshëm. Për shembull, jehudët e presin Mesijen. E për të kanë qëllim, thot Mesijen që Mesia ka ardhur aty, ka ardhur Isa alayhis salam. Në tjetër anë krishterët e presin Mesijen prap. Ardhjen e Isës alayhis salam, kthimin. Ata besojnë që Isa i ka mu kthy, Isa i ka mu kthy sahih është. Tjetër anë Rafidhat e presin ardhjen e Imam Mehdiut. Ardhjen e Imam Mehdiut. Edhe këtë thonë që ta nëzitoje ardhjen e tij. Për më nëzitu ardhjen e tij, ata thonë që do të më bëj shkatrime në botë, do të më bëj lufta, do të më bëj sene, për më kthy, për më ardhaj. Për shembull, për krahasit më të mëdhenj të cionizmit në botë, janë krishterët e Amerikës. Këta i thonë the Bible Belt, thot jugu i Amerikës, janë i thonë si më thon rripi i Biblës në jug të Amerikës, janë mbi 100 milion krishterë evangelista që janë sionista. Të më shumë ka se sa jahuditë e botës janë ata. Ata besojnë që nëse i nimojnë sionistave, komu përshpejtu, përmes luftave që i bojnë ata, komu përshpejtu ardhja e Mesijit. Për shta i ndihmojnë. Për shta jepin armë dhe jepin pasurije, se në pëtendin, kanë shumë forcë madhe votuese në Amerikë. Edhe për kundër asaj që në librat e tyre ata përmend që jehudët janë ata që kanë shkaktu kryqëzimin e Isait alayhis salam. Mirë po, devijimi është çështje e madhe. Devijimi që ka për armiqësimit jahudive në mitësimin e tyre për qëllim të ardhjes Mesihit alayhis salam. Për devijim. Çka do të thonë fjala sionist? Sionist për Sion është, do të thonë, Sioni thonë themelimi i shtetit, çështë që qëllimi atë. Shteti i jehud. Edhe kishin kriju para. Po, ma ti ke, po çështë kam pas.